Mirë mbrëma një të gjithë, erdhi dita e bekuar, erdhi e mërkurja, dhe ja ku ndodhemi, pusho, mos folë se je surpriza, një duar trokitje kështu nga publiku jon imagjinar. Ja ku erdhi dita e mërkurje, këtu në Paper FM, në Çke Rëfe, me të parën të vetme të madhërishme dhe zyren, dhe sot, është e kot që unë të bëj këto saltanete, si që i themi neve, se të gjithë e din kë kemi të ftuar të madhërishmen, të jashtë zakondshmen, të mrekullueshmen, mikeshën time, Linda Rei! Ku ti thua të madhërishme ti mëre? Moj, se unë nga trova. Po të lutem shumë. Madhërishme thuaj të kujt tjetër ti, se ato fjalë mos i përdor me mua. Po si të them? Se di, se kuptoj, qa do të thota më? Të madhërishmen, Po. do me thënë që je e gjigande, e faleminderit, përtejme. Kushtem! Shiko, oh my god. Përshëndetje për gjithë kushtrimat kudo që ndodhen. Tani përpara se ta fillojmë bisedën tonë, Po. okay? Zemër. Më lejon të them diçka. Më thuaj. Atëherë ne njihemi prej 20 e di se sa shumë vitesh që njihemi. Po. Dhe un kam patur mundësinë që të njoh nga afër dhe kam patur mundësinë që të shoh shumë dimensione të tuat. Dhe më lejoj të them që mbase shumë njerëz në Shqipëri nuk është se i kam parë të gjitha këto dimensionet e tua, por je një person që unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, ke një personalitet të mrekullueshëm dhe shumë faleminderit që pranove të vije këtu në intervistë sot te Çke Rëfe. O zemër. Ha urdhra. Po lekët të bëjnë të bësh çdo gjë se di ti. Është mbyllë gojen. Mbyllë gojen se të mbusha portofolis. Ja që kënaqësi edhe për mua, e di sa shumë gjanë të kam, se mos ishte për mua do ishe në Drag Race pa këpuc, kështu që... Okej, kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Dy palë këpuc dhe Drag Race mi ka dhënë Linda Rei. Tash ti e ke parasysh dhe ti themi gjërat ashtu siç duhen thënë. Okej? Kështu që dy palë këpuc nga koleksioni i saj i personal, 45 mi dham. Ja, bëj shaka. I kam blera posaçërisht për ty, zemër. Posaçërisht dhe ma 42, jo 45. 40 e ke, 40. Dhe madje doni të dini dhe një gjë çfarë ka bërë kjo goca këtu? Në momentin se është pler, më lejoni ta them që është pler. Kur unë i nxora lekët që ti paguaja këpucët, më tha, jo tha, ti kam bërë dhurata, po prisja të shikoja do i nxirje lekët apo jo, se po nuk i nxirje do t'i kërkoja. E vërtet, po kështu jam, do me thënë se, po tani këtu në Shqipëri zemra ime, sa herë vi me 4 valigje kthehe me 1,5. Po se jo vetëm në Shqipëri, se edhe në Kosovë kështu në Kosovë. Atëherë, një sekond. Me qëra fjala për Kosovë, ti na ke ardhur e freskët fare nga Big Brother VIP Kosova, apo jo? Dhe duke u futur direkte në temë tek Big Brotheri, un kam një pyetje shumë të rëndësishme dhe pa qime në gjuhë, kur i thon, pa peli sulla lingua për ty. Vazhdo. Që ka të bëjë me Big Brotherin sigurisht. Pa. Cila është shenja jote horoskopit? Zemër, unë jam gafore, ascendente bilancia, lo dovrei Linda Rei, sapere. kujdes mikrofonin. Qa thash? Qa thash? Unë s'dëgjova gjë. Jo, ascendent peshore, nuk mund të flas dot italisht unë. E të mërshme, duhet t'i japim Lindës numrin e Anilës, psikologes, se më duket se ka ngelur me trauma. Se ti bëjmë veshët, më kapi dhata. E të mërshme, Po dëgjoj. Veç hënën, nuk e di ku e kam në horoskop. Mbase ishte kështu, ishte natë pa hën. Jo se kam lindur në mëngjes, po. Ki lindur në mëngjes? Kishte hën. Po kishte hën, aty vërdallësh, thashti, gjithmonë varet edhe nga vendi ku ke lindur, po sigurisht këto gjëra neve nuk do të. Po keni mbaruar gjithë buxhetin me ftesën time këtu sot, po plas vapën diseni kondicionerin. Jo, nuk është
do ta ndesim kondicionerin, po nuk s'është vapa, është thjesht prezenca ime tepër hot. Emocioni patjetër. Ne të dyja në një dhomë. Domethënë njihemi nga kaq shumë vjet, po kjo domethënë është hera e parë që po flasim publikisht. Po, dhe po bashkëpunojmë domethënë. Ç'ke moj? Linda Re, kontrollo mikrofonin. Ai! Aman, kujde, regjia, ju lutem se do ta nxjerrim çupën me valium nga emisioni do me. Është era parë. Se di më. Duket si ato telefonata tona në 2 deri në 7 mëngjesit kur gdhia që thënë lam shkojmë flem gjumë. Lam shkojmë flem gjumë. Shiko, Linda, unë nuk e di nëse ti e ke dëgjuar ndonjëherë emisionin tim dhe e di që përgjigjesh, jo? Seriozisht? Unë mendova se ishte shaka. Që ka emision me vërtet. Është emision me vërtet, po na dëgjojnë njerëz në këto momente. Po patjetër. Dhe unë doja të bëja, ju përshëndesim nga ekrani, nuk kemi ekran. Unë doja të bëja një pyetje, duke qenë se në emisionin patjetër. Duke qenë se në emisionin tim njerëz të ndryshëm më shkruajnë dhe më tregojnë historitë e tyre më të turpshme, le të themi, ose gjëra të çuditshme që i kanë ndodhur në jetë. Po, më kupton? Unë doja, Ani? Qite mesazhe. Unë doja Jo, nuk do qisim mesazhe, unë doja mbase ndonjë histori nga ty. Se kam unë histori nga ty. Jo, unë s'kam unë kam histori nga ty, kujdes. Po ti nga unë? Kam histori nga ty, histori kështu, që me këto gafat e tua të bukura, domethënë që i ke bërë, sepse gjithmonë këto që i ke bërë edhe te Big Brotheri, ke lënë disa të forta shumë të mëdha që janë për virale. Do të shkosh edhe ti në Korç me bicikletë? Hajde. Shkoj Korç me bicikletë. Shiko, një histori për shembull që unë e mbaj mend me ty. Po. Është një herë që unë dëgjova një barsalet dhe në mendjen time unë thash, Linda do ta pëlqej shumë këtë barsaletën. Dhe e mora në telefon, më duket se ishte ora e 2 natës, nuk e di. Dhe e mora tjetrën në 2 natës dhe i thash, Linda, si e mirë, të tregoj një barsalet. Dhe në momentin që unë i thash të tregoj një barsalet, kjo thjesht ja plasi një të qeshur dhe ka qeshur për 15 minuta, unë se kisha treguar barsaletën akoma. Do me thënë isha tregoj një barsalet. Isha ende në proces. Dhe kur mbaroj si qeshuri, unë ja tregoj barsaletën që e kisha dëgjuar me gjitha të bar qef, thash, do t'ja tregoj Lindës, do shkrije duke qeshur, nuk qeshi fare. Po nuk ishte fani. Nuk qeshi fare dhe më tha, ka që ishte? Po pres batutën, po pres punchline. Ama po çfarë barsalet ishe se unë mbaj mend. Jo, nuk ta them barsalet. Unë mbaj mend që qesha po barsaletën, domethënë që s'bëri për qeshur, duhet t'ja tregojmë publikut. Jo, nuk mund t'ja tregoj publikut. A ishte për qeshur apo jo? Jo, publikut nuk mund t'ja tregoj. Se bën këtë pyetje në këtë moment. Të lutem shumë. Ja, po tani vazhdo, thuaj barsaletën. Po s'ja tregojmë dot publikut sepse do gjobitemi nga ama. Po ti thuaje me fjalë kështu. Jo, nuk mund ta them me fjalë kështu, sepse është një barsalet që është, le të themi, nuk mund të thuhet kështu publikisht. Po dëgjoj, ka qenë, po ta them unë që thuhet se nëse se mbaj mend ton, domethënë që mbaj mend edhe kodin fiskal të së gjyshës time, domethënë ka qenë barsalet që ti do gjithë kohë. Kush do ta bën ti gjobën ama? Ti do, po. Jo, do vija ama edhe do të thotë. Po ta falim. Nuk bën është e madhe fare sepse thotë që ka një memorie të jashtëzakonshme, ndërkohë që nuk është e vërtet. Domethënë mban mend gjëra specifike, po ca gjëra të tjera thjesht i fut blackout, sidomos me njerëz kanë vënë me ty. Me njerëz, ka ca momente që ti thjesht i fshin fare. Kurse një histori tjetër që mbaj mend me ty. Po këtë histori do ta ndroj. Se nuk mund ta them me detaje, po ta them me detaje. Unë edhe një mikesha ime të shkruajtëm, sepse ti ishe këtu në Tiranë. Dhe të tham, Linda të tham, a mund të vim nga ty dhe ti na thej që, po nuk mundem sepse jam me dikë.
Dhe ne thama, okay, mirë, e lëm muhabetin, s'ka gjë. Dhe mbas disa minutash kjo na shkruan, na thotë që hajdeni se e hoqa qafe. Dhe ne që i theme, po si e hoqa qafe, dhe kjo që thotë, i thash që kam kriza pandesiti. Dhe kishte këput gënjeshtrën, shurit botës. I kishte thënë kam kriza pandesiti, i kishte thënë po plas apandesiti, kështu që lutem shko. Dhe ndërkohë shkuam neve edhe ja futu muhabetit pastaj deri në. Pastaj domethënë e vërteta përse ndoli kriza pandesitit. Duhet ta ndise. Domethënë ty pas kam mbushur kaq shumë qefi që mendove se ishte për ty. Po. Për mua ishte po ishim dy me thënë drejtën, si sha vetëm mua. Nuk ja vlente domethënë lodhja. Se nuk ja vlente lodhja. Nuk ja vlente, është shumë pler, sepse herën e parë kur ka ardhur, unë isha në urgjencë. Aha, ku shpove barkun. Nuk ishe urgjencë, ti veç për më shplakove mua ta shpove barkun ti. Po, pse ti mendoj që ka shumë të urrej? që të shpoj barku vetëm që mos të takoj. Po mirë, në fillim nuk besova. Jo, të lutem shumë. Madje jam unë e ofenduar. Unë aty shtruar në sallë operacioni ti nuk erdhe, nuk më solle komposto, nuk më solle gjë, lutem shumë. Po ti as nuk më përgjigje, unë të mora me video call edhe ti s'ma ha. Po qa me video call, unë me sonda aty të merja me video call. E u turprove ti. Turp të vi. E ke harruar mirësjelljen shqiptare. Duhet të merje komposton, të masilje, të thoje vezirja, më bë shumë qefi që je mirë, që nuk ishe gjë serioze, por zgjodhe tjetër lloj rrugë. Edhe u ktheve prapë midis ne. U ktheva, nuk vdesën. Gjelik nuk vdes. L'erba cattiva non muore mai, amore. L'erba cattiva non muore mai, kështu që ju lutem shumë, këto gjëra janë. Po ti tani ndodhesh në Shqipëri apo jo? Se di, akoma nuk je ftylluar mirë, domethënë nga eksperienca. S'po di akoma çfarë ditë dhe çfarë ore është. Shiko, unë nuk do ndalem shumë tek eksperienca jote Big Brotherit, sepse ti ke qenë shumë vokale dhe i ke thënë praktikisht të gjitha në rrjetet e tua sociale, domethënë. Besja vlen ma, domethënë u bajata, unë jam kështu, domethënë let them have it. Nuk e besoj fare këtë që the. E di pse? Po tani ti de, po prit bre. Unë t'i njoh dhe di që The revenge. Linda nuk harron. Vezirja. Okej, dëgjoj, për ta shplar një çik situatën, unë mendoj që të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore dhe pastaj do të rikthehemi këtu. Do të rikthehemi këtu me Lemra hatse po. Do flasim për albumin e ri që do bëj për ti pa. Kështu që qëndroni sepse do dëgjohemi pas pak. Teka. Ja. E la passione, shefti, na e filluan kështu me muzikë italiane, talionçe. Ka munguar, them vërtetën. Të ka munguar? Është një ca kohë që... Po tash ti më thënë të drejtën, ajo është shtëpia jote, kështu që domosdo. Megjithatë shiko, Linda. Mos fakti kur diçka si thuhet, nuk të lejohet, domethënë të mungon akoma më shumë, kështu që. Po absolutisht. Është Non vedo l'ora di parlare italiano. Tesoro. Kujdes mikrofon. Çe prap. Lëre ti. Do mbani me zemër ju lutem. Jo, ti do shkosh atje në Itali, që sa do të flas ai polici në italisht do ta fut. Shiko, unë doja të ndalesha në diçka tjetër. Atëherë, e para punës njërë doja të sqaroja disa gjëra. E di pse? Sepse, të lutem shumë, unë jam vezirja, jam the motherfucking queen. Kështu që po i thash unë janë ligj. Atëherë, e para punës njërë. Po nuk ishte një çmia ajo? Jo, ishte tjetër kohë, ishte tjetër periudhë. Okay. Tjetër periudhë. Po se mbaj mend atëherë. Ne, tash i kam ndryshuar fronin e kam zënuar. Jo, gjë e parë domethënë që doja të thoja dhe doja të specifikoja është që e para punës ti je një ikon në Shqipëri,
Je një ikon sepse ke qenë vajza e parë trans, do me thënë personi i parë trans që ka dalë publikisht dhe ka folur për eksperiencën e saj dhe jo vetëm që ka folur, por është bërë një sensacion sepse ti nuk je vetëm le të themi një person që ka patur këtë lloj rrugtimi në jetë, por edhe personaliteti që ti sjell është gjithmonë shumë vibrant edhe del jashtë atyre kornizave dhe të gjithë thonë që oh my god, okay, Linda Ray kur ajo fillon flet, e pare punës gjithë thonë që mos e kërruaj me Linda Ray, okay? Sepse nëse do që ti bësh lojra fjalës ose ku ta di unë se çfarë, edhe pse nuk e flet dhe aq mirë shqipen, e gjen mënyrën domethënë që të ta Kjo është shumë e vërtetë. e para, e dytë e punës e ke specifikuar totalisht shumë hapur që ti do flasësh për rrugtimin tënd. Do me thënë nuk është se mban ndonjë stafet që ti thuaj që unë po përfaqësoj apo ku ta di unë se çfarë, ti flet për rrugtimin tënd, ti flet për jetën tënde, për veten tënde. Tani, duke qenë se së fundmi ka ndodhur disa gjëra specifike dhe do guxoja të thoja edhe të rënda këtu në Shqipëri, ku ka patur disa akuza të jashtëzakonshme, ku është thënë që shumë persona që kanë zgjedhur rrugëtimin, domethënë për të bërë trans, janë paguar. Dhe unë të pyes ty, je paguar ti që të bëhesh trans? Shpytje shumë idiote, po duhet ta bëj. Më thuaj ku paguajnë të po shkoj të bëhem për zytis. Ta dia vëllai. Po sepse jo, është e çuditshme. Ç'është kjo që marr. Tash ti unë edhe për mua është absurde, domethënë si e ke parasysh si temë. Tani ku është temë. fitimi aman? Pra ma thuaj. Veç humbi, se domethënë kush e ka shpikur këtë gjë? Jo, po domethënë e kam fjalën ti në të gjithë rrugtimin Ai tënd. pano pastori që e ka se s'më mënteni. Se ai ka ca kështu si. Janë bërë disa akuza, tash sigurisht domethënë kanë ardhur nga shumë drejtime domethënë këto lloj. Ja, më vjen shumë keq. Me vërtet se këtu do ma shpjegosh pak sepse unë kur e them domethënë që në Itali punoj si dreqi dhe çdo gjë që kam domethënë e punoj seriozisht, domethënë edhe po sikur të doja, nuk kam kohë, domethënë unë media, as televizorin italian, as shqiptarin nuk e shikoj, se nuk kam kohë, domethënë kur kthehem në shtëpi, veç dhe një serial apo një film në Netflix edhe mbaroj puna, kështu që me vërtet nuk jam me agjërnuar, informuar për këto gjëra. Po, absolutisht. Po më duket sikur po e shpik. Jo, nuk është absolutisht nuk po e shpik, jo absolutisht nuk po e shpik këtë detaj, por madje ka edhe sepse shiko çfarë ndodh. Janë këto teoritë konspirative që vijnë nga këta persona, por janë edhe disa teori të tjera konspirative që unë doja të pyesja aty, që për shembull thuhet, ne kemi patur një rast që një vajzë transgjinore ka dalë, tash unë nuk e di nëse mund ta quaj sërish transgjinore, sepse ajo ka dalë publikisht dhe ka thënë që i ishte mbushur mendja, ishte bërë një lavazh truri dhe tani nuk është më një vajzë transgjinore. Dhe shumë persona mendojnë që ajo është paguar, le të themi, nga këto lloj organizatash që të dalë dhe të thotë që jo, unë nuk ndihem kështu, po më është bërë lavazh truri. Ti me sa di unë ke patur jashtëzakonisht shumë mikesha jashtë shtetit, dhe doja do të pyesja, a ke hasur në një rast të tillë ku një vajzë trans, le të themi, është përdorur apo është paguar nga organizata të tilla për të dalë dhe për të bërë këto deklarata? Diqa, në këtë moment me thënë truri im po bën çik atë rrotën e internetit, do me thënë që s'po kap, sepse me vërtet po më duket si marrësi, sepse me vërtet do me thënë edhe po të doja ta shpikje, ka të tilla është shumë vështirë të shkosh do me thënë në këtë Po. Si thuhet, të bësh një çorb të tillë, do me thënë ndoshta Është çorba shqiptare dashur. Po, jo, do me thënë nuk ka ndodhur dhe më duket diçka një budallallik, po për të marrë për shembull rastin konkret, nuk e di për kë e ke fjalën fatkeqësisht se do doja shumë diçka e tillë nuk mendoj, do me thënë që mund të ketë ndodhur, po prapë unë jam një person që nuk jap kurrë, do me thënë idenë time, apo nëse nuk mendoj unë nuk është e vërtet. Por dua të them diçka,
sepse përpara se t'jap mendimin tim, unë jam një njeri që dua të dëgjoj gjithmonë për shembull të dyja palët. Absolutisht. Por tani, nëse njerëzit e kanë dëgjuar dhe kjo është një lajm kaq i madh dhe kaq i tmerrshëm, unë si Linda Rej po e jap si deklarat në këtë moment që nëse dikujt me vërtet ka ndodhur diçka e tillë, domethënë që një djalë është paguajtur, ju është mbushur mendja kundra dëshirës të tij të bëj cica dhe të bëhet trans, që nesër mund të vi dhe doja paguaj unë operacionin që t'i heqi cicat. Nëse është e vërtet, dhe do me thënë, nëse kjo gjë do ndodhi dhe unë fjalën e baj për e bëj deklarat publike, nëse kjo personi tani edhe unë s'po di si ta thë rast, me vërtet ka bërë cicat sepse ju ka mbushur mendjen dikush tjetër dhe nuk donte, ose tani nuk do më sepse ka kuptuar që nuk është ajo që donte, doja paguaj unë, po nesër të më kontaktoj dhe do ta çoj unë pas nesër, do paguaj që të heqi cicat. Nëse është e vërtet, nëse jo, do të thotë që çdo gjë është një çorb pas sens dhe budallalli që do të thonë që mund të ndodhin vetëm në Shqipëri, edhe media do të thonë kohët e fundit s'po din më për çfarë të flasin dhe si të flasin dhe nxjerrin këto budallalli. Është bërë si trend, do të thonë së fundmi nuk e dini që ti the që nuk është se ke qenë shumë në kontakt, po është bërë si trend kjo puna e kësaj agendës gjigande ku të gjithë do bëhen gay, të gjithë do bëhen lesbike, të gjithë do bëhen trans, të gjithë do bëhen me 75 gjini, do të thonë të gjitha këto gjërat që personalisht më duken thjesht si ide konspirative Facebooku, sepse... E diku është vërteta? Mund të them diçka, do të thonë unë nuk jam kurrë, do të thënë person që i bëj qefin vetes, por kjo gjë po ndodh sepse në fillim kur kam dalur unë në televizor, do të thënë 2016-ën, që diçka që ka shembur shumë ure, edhe shikueshmëria ka qenë me vërtet shumë e lartë sepse un kam dalë dhe nuk kam bërë askur pjesën e viktimës, apo nuk jam qartë, thjesht kam frymzuar dhe kam dhënë domethënë një të shikojnë njerëzit, të kuptojnë që ka shumë përveç domethënë Shkodrës si ide, përveç Pogradeci, domethënë ka shumë gjëra. Edhe kjo pjesë, domethënë formatet dhe televizionit shqiptare për të pasur, mendoj, këtë lloj shikueshmërie që është një lloj clickbaiti, po marrin Mace Qen Mi dhe Zogj në televizor të flasin për gjëra pa lidhje që s'ja kanë iden, thjesht për të pasur një Linda Rej, kur ndërkohë mbas 10 viteve unë dëgjoj lajme apo prezentacioni ndaj meje, Linda Rej ka kohë që është larguar nga ekranet tanë. Jo, Linda Rej nuk është larguar nga ekranet tanë, thjesht, do me thënë, mbas 10 viteve tashmë, do jam një personazh i afirmuar, do me thënë që njifem, nuk e quaj kur vetëm për shembull VIP, sepse më duket me vërtet shumë cheap, klishe, po njifem. Dhe në momentin që, do me thënë, një emision pretendon që unë të le punën në Itali, të le kohën time, të paguaj biletën e avionit, të paguaj hotelin, të bëj emisionin, e tiki, nuk për këtë arsye jam zhdukur, dhe do me thënë, po kërkojnë një replacement, për me vërtet, po bëjnë më shumë dëme, sepse dalin njerëz pa lidhje që nuk din çfarë thojnë dhe të etur për famë që do thonin çdo gjë përveç se të dilnin në televizor, kurse unë domethënë e kam të kundërtën, synimi, dhe e kam thënë në intervistën e parë që kam pasur kur kam ardhur herën e parë në televizor në Shqipëri, që thjesht të ngushëlloja personat LGBTQ+, që më zvuanin edhe aq shumë, domethënë diskriminimin, se këtë kam thënë që domethënë që edhe në Itali e kam vuajtur edhe unë edhe vuhet. Domethënë që një farë domethënë doja t'i jep një ngushëllim nga ana ime dhe kaq, kur s'kam bërë propaganda, po jo, ajo nuk është, shiko, absolutisht nuk qëndron fare te propaganda, ti ke dalë ke treguar, domethënë ti je shembull i keq, po sikur ti isha shembull, po këto gjëra nuk janë shembull, se domethënë neve kemi shumë shembuj të tjerë, po pse nuk bëhemi ashtu? Po absolutisht. Po këto janë domethënë pika pikërisht që debatet në televizionet tanë janë domethënë kaq
të egra, sa që kush është nga ana tjetër e komunitetit LGBT, do me thënë që s'ja ka idenë as kush është sot vetvetja, që s'di të përgjigjet. Edhe do me thënë po bëhet një çorë. Shiko, ti më ke thënë, unë disa kohë më parë të kam bërë një pyetje ty, nuk e dini nëse e mban mend. Të kam bërë një pyetje duke të pyetur që çfarë do t'i thoje dikujt që do të fillojë procesin e tranzicionit dhe nuk do ta harroj kur përgjigjen që më ke dhënë ti, sepse më ke thënë mendoje mirë. Do me thënë, e ke specifikuar shumë drejt, sepse ti në momentin që e ke marrë procesin tënd të tranzicionit, i ke marrë parasysh të gjitha peripecit, të gjitha vuajtjet, të gjitha hallet që ti do të kaloje, madje edhe proceset, do me thënë, ti i ke patur të gjitha vetëm në kurriz. Nuk ka patur një, se tash ka dalë kjo më zoti madh, paguajnë organizatat për ty. Unë nuk mendoj që ndërhyrje e di se la më duket absurdja mua. Tani le të jemi realist, që ti të kompletosh procesin e tranzicionit. Ti jemi realist. Duhet një sasi e madhe lekësh apo jo? Parash. Duhet një sasi e madhe parash dhe nuk ka organizat në botë që të ketë kaq para sa të doj t'i bëj të gjithë trans, më kupton? Jo, është absurde. Është absurde me vërtet. Është idiotësi, domethënë. Edhe prandaj domethënë ndonjëherë merr shumë kohë, sepse domethënë janë stepe të vogla dhe të gjata derisa ti domethënë të arrish atë qetësinë dhe më në fund të shohësh veten në pasqyrë dhe thuash, "Okej, ky imazh që po shoh është ai që unë imagjinoja." Dhe nuk po flasim thjesht për estetik, për buzë apo për cica, është thjesht imazhi i paraqitit dhe ndjesia që ti jep. Kështu që, do me thënë edhe në Itali që organizatat janë pak më të fuqishme, do me thënë edhe ekonomikisht. Po prapë ndihmat që japin janë shumë ndryshe, mund të japin ndihmë strehimi, nëse ti je në mes të rrugës dhe prindrit të kanë nxjerrë për jashtë në rrugë, se pse ndodh, mund të japin një ndihmë nëse ke nevojë për një avokat, gjëra të rëndësishme t'i japin, nëse do me thënë je pa rroba, po këto janë ndihma që japin shoqatat, asnjëri do me thënë pastaj për pjesën estetike të plastikës, të cicave, të të gjërat, po që do me thënë nuk t'i paguajnë ata, sepse do me thënë nuk janë 5 veta, që se hajse po flasim për numra shumë të mëdhaja, dhe pikërisht për këtë arsye, do me thënë, sepse thashën që në Shqipëri gjërat bëhen mbrapsht, do me thënë në çdo lloj teme. Pikërisht fillohet, do me thënë, procesi me psikologun. Absolutisht. Vetëm ajo do të paktën një vit derisa psikologu të kuptoj, nëse ti bësh dot dhe s'bësh dot, pastaj fillon e merr hormonet. Do me thënë është një proces. Ja, në Shqipëri për shembull, shikoj, në Shqipëri nuk ekziston terapia hormonale, nuk ekziston. Okej, nuk ekziston, po terapia psikologu të paktën duhet të ekzistojë dhe nuk e di nëse do me thënë asociatat është e limituar, po. Do me thënë pas kanë lek të paguajnë cicat plastike për dikë dhe mos të kalosh përmjet një psikologu, pastaj ku është fitimi? Po, kupton, më duket me vërtet që po duhet të bëhet një zhurmë pa lidhje dhe mendoj pikërisht për këtë arsye. Unë jam këtu duke folur me ty dhe nuk kam qenë për ato ekrane ku fliste për këtë gjë, sepse e dinin që s'doja dilnin dot të bënin këto propaganda, këto shpikje, këto budallalliqe, nëse unë do isha aty. Jo se kush e dikush jam, po 2 fije intelekt dhe 4 neurone që lozin futboll koki kam. Ja brenda bisedës je shumë e sigurt për rrugtimin tënd. Kjo është arsyeja pse Lenda Rej është larguar nga ekranet. Jo, nuk jam larguar nga ekranet, thjesht ekranet do me thënë kanë atë programin e tyre dhe unë sikur jam si uj në vaj, në disa raste. Ne do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore dhe do të rikthehemi këtu me të tjera biseda. Ja ku rikthyem këtu në valët e transmetimit 91.1 FM në Paper Radio në Çke RF me Vezon edhe me Linda Rej
Mirë se na erdhe sërish në bllokun e tretë. Atëre, te ky bloku i tretë unë do doja që, duke qenë se emisioni im titullohet Ç'ke rrëfe, unë do doja që ti të rrëfehesh duke thënë disa gjëra. Kështu që unë do të bëj disa pyetje. Okej. Dhe avash është së bashku, le të themi, le të çkoqisim disa gjëra të ndryshme. Fillojmë fjalë pista ti. Jo, nuk është fjalë pisët, Linda, është koqisim. po një edhe një koqire është Linda Rajq, mikrofon. Po një koqirë se më pëlqen se jam vetë. Po mirë. Po ajo me Të lumt. ajo tjetër. Ja për shembull, pyetja e parë, si ka Linda Re marrëdhëniet me punë të shtëpisë? Unë super zemër, sepse kam lavatrice, kam lavastoviglie, kam atë robotin fshesë shpirës që hec vetë në për shtëpi, kupton? Super. Të si unë di, një sekond, le të specifikojmë një gjë edhe le të qartësojmë një gjë. Unë di që ti e ke një damar andej nga Korça, okay? Po gradeci. Andej. A të ka ardhur edhe ty ajo pjesa ADN-s që të bën manjake të pastërtisë? Po. Do me thënë, po ka diçka shumë çuditshme me mua, do me thënë, unë mund t'jem rëmuja gjie, do me thënë kështu nuk jam obses, do me thënë që çdo gjë duhet t'jetë në vend, po. Por do me thënë të pastërtia, do me thënë, mami em habitet të t'i prishe tesha të i qik, se do me thënë i laj 4 ore gjys, se për ndryshën kokën time nuk janë të lara. Jo. Lavastoviljen e ve atë 80-90 gradë. Unë aty imagjino kur kam miq. Kapi hedhi blet tre. Po jo me pastërtin me vërtet e kam, do me thënë, këtë merakun shumë madhë se di... Kështu pëlqen, ku ka më të mirë se ti je pastër o vezira. Okej, është shumë e vërtet. Jo, shumë e vërtet. Pyetja tjetër është Linda. Po nuk do i prit më se i. Po pse i rren teledigjusët tani? Radio shikuesët si thuhet. Se do jetë pjesa hot e ne po flasim për lavatrice, mos e kishe ujtë në zetë. Më fal, lavatrice, lavastovi. Zemra ime ka shumë njerëz që e kanë fetish pastërtinë edhe punët e shtëpisë. Po thuje pra, okay, tani okay. Ka shumë filma erotik që fillojnë me shfutet në lavatrice dhe ngec, të lutem shumë. Spider-Man. Jo, doja të dija një gjë tjetër. Linda, ka qef një partner që është xheloz apo që të lë lirin, do me thënë është kështu, okay, dilë, është okay për mua. Do me thënë që e lëshon atë të jep gjitha të lirin që ti do. Digja, nëse flitet për partnerin që kam qef unë, s'kam qef asnjërin as tjetër. Do thënë të dy janë X. Ja. Do me thënë nuk i ke qef ekstremet, do diçka në mes. Ja, diçka në mes e thënë kështu, do me thënë me kunj, edhe ti do me thënë u bërë shqiptare, diçka në mes. Po edhe ti do diçka në mes, jo veç unë, gjithë duam diçka në mes. Balanca perfekte. Perfekte. Jo, unë nuk dua diçka në mes. Ku do t'janash? Jo, unë dua në llogarin bankar. Dhe më më intereson ku është leku balat. Të lumt. Okej, pyetje tjetër. Më thuaj një gjë që të pëlqen nga meshkujt shqiptar. Jo, nuk ka ikur audio, ja. Po përgjaj. Okej, mirë. Më thuaj një gjë që e urren nga meshkujt shqiptar. Një gjë që nuk të pëlqen fare. Ku të filloj? A kemi edhe një orë tjetër transmetim? Jo, nuk kemi. E po atëherë më bëj një pyetje tjetër ta. A na shkalojmë këtë sepse do me thënë, come on. Mirë, e na shkalojmë. E ana shkallë. Ja, nuk me vërtet është shumë vështirë të përgjigjem sepse duhet i shtrydh mirë ato meningjet të trurit, si thua, se nuk se kush e di çdo thuash, apo. Do të them për kosovarët, mund ta them për një herë, do të them se janë gjatë, do të them. Okej, kupton, hecin rrugun edhe i shoh, okay, si dollape. Edhe do me thënë ai është një plus kështu i pari sepse jam e gjatë 1.78 me shtiklla shkon 1.92, kështu që do me thënë matësia ka
rëndësinë. Ka të dhe- bëj, okay, po, e hodhi me fare. spont këtë, kuptoj. Kupton, për kosovarët mund të them, kjo gjëja për njerë, po për meshkull shqiptar makinat. Ok, makina di më mirë, pensa Mercedesi. Il Mercedesi. Po, A është lindarja e jeti një person romantik? Shumë. Romantik, ndërruse, si thuhet sonjatrice shqipe. Ndërimtare, le të themi. Ndërimtare. Po jam, po në të njëjtin moment, domethënë kur ndërroj një sy e mbaj mbyllur, tjetrin e mbaj hapur, se Kush e di, edhe me thënë se edhe mund të... domethënë në të njëjtin moment që un po ndërroj, i kam qef, domethënë ti kem këmbët në tokë edhe për mua vlen më shumë vepra se sa fjalë. Domethënë un mund Shumë e të vërtet. ndërroj, por domethënë ti s'më do të tym në sy, kupton? Fjalët me rera, Absolutisht. fluturojnë, kështu që Jam shumë dakord. romanticizmi duhet të bashkëpunoj bashkë me vepra, jo veç fjalët. Se ashtu tani unë duhet të isha mbretëresha e hënës. Haja! Ah! Okej, një pyetje që të ta hapim një çika të imagjinatën edhe ndërrimin. Nëse linda re, edhe pak kemi Jo, fatkeqësisht edhe se pak, ne. jo, kemi sa duam, ne, jo edhe pak, sa vajti ora mos ishte gjë shumë pikante, se Jo, nuk është gjë shumë s'kam pikante. qenë që më pret në shtëpi, Jo. kështu që mund të rrimë gjithë nata. Wow! Nëse linda re do të fitonte një llotari dhe do të merrje $500,000, Sa ka sepse që pa? 500 Po me që po milion ndërrojmë, bëj çik më të 500 madhe. milion dollar. Atëherë, do të thënë cila do ishte ëndra e parë që do plotësoje? Unë? Tu shdukja. Ku do vi? Po ku do vje, po këtu pra është pjani ku do vje. Unë them të shdukja të më ku do vje. A shem se të shdukja kjo do ishte e para fare. Do shtukesh e fare, nuk Fare! do ndroje celularin, do hiqje të gjitha, Do ta hidhja fare me $500 milion, bleja antenën e celularve, jo celular. Amen. Hapi, po jo, nga ana, okay, mirë, do shtukesh e fare, po një gjë do me thënë një ëndër që ti e ke, ku diun, do bëje një film tëndin, do bëje një album me muzikë, do bëje një program tëndin. Se tani Do bëje Big Brother Linda Re. ja. Kur bëjmë shakara, le ti bëjmë shakarat, po do me thënë, gjë e parë që më vjen mendje kështu, sepse unë e kam e dua shumë mamin, do me thënë, ideja e parë që më vjen kokë, sepse unë them gjithmonë kur ajo është e qetë, jam e qetë edhe unë, do me thënë do të bleja një shtëpi mamit, ta dija që është okay, ti jepja ca lek, edhe asaj do ju zhdukja se pastaj ma çante kokën. E dua, po do me thënë, do të asiguroja jetën mamit, që tisha e qetë, okay, ajo është mirë, pastaj çdo gjë, domethënë, e shef, thash ato ëndrat balancojnë gjithmonë me mua me këmbët për to. Kjo është e jashtëzakonshme. Shiko, ti ke një marrëdhënie shumë të afërt me maman tënde. Dhe madje gjëja që më erdhi mua në mendje duke qenë se ti njoh nga afër. Thash, okay, përveç se do të ndihmoja maman që të blinte një shtëpi edhe të ishte mirë nga ana ekonomike, kam përshtypjen që edhe duhet financoje që të publikonte një libër të ri. Sepse shkruan Po, e ka bërë. E ka pasion, domethënë, ka fituar edhe shumë çmime, por librin e ka bërë italisht, fatkeqësisht në thoj, sa domethënë sepse që e pamundur të gjenim dikë që mund ta përkthente në mënyrën e duhur. Po, sepse duhet dikë, nuk është thjesht kur përkthen një libër me poezia, me rakonti, ta përkthesh literalisht. Absolutisht. Nuk e bën dot ChatGPT-ja, domethënë kur ti përkthen një poezi, duhet një poet që ta përkthej në sensin e poezisë. Ashtu siç duhet, po. Domethënë këtë po mund ta bëj. bëj. Dhe pikërisht, shiko, nga marrëdhënia që ti ke me maman, doja të bëja një pyetje, duke qenë se sërish në Shqipëri ekziston retorika që personat e komunitetit LGBT duan të shkatrojnë familjen tradicionale, domethënë janë rrezik i familjes tradicionale. Ti si është marrëdhënia jote me familjen tënde, pra me maman tënde, me njerëzit e tu, po sidomos me maman tënde, sepse e di që ke një marrëdhënie jashtëzakonisht shumë të ngushtë dhe keni një dashuri shumë të pastër dhe shumë radiante do ta thoja unë, sepse e shoh gjithmonë që ajo të përkra është shumë krenare për ty, është gjithmonë atje. Po, do të thënë atëherë
është edhe kjo një temë pak e veçantë, domethënë po se si kur përflisim për librin e mamit, domethënë që e ka emrin Versi nella tempesta su Amazon. Okej. Domethënë ajo ka shkruar edhe një histori aty sepse janë poezi dhe histori bashk, është një pjesë e librit, domethënë që ajo rrëfen pak historinë timën dhe të saj dhe të fillimit tim që nuk ka qenë dhe ka që kollajt, domethënë sepse mami është shqiptare, domethënë rritja saj, fëmiria dhe kultura që ka pasur ka qenë kjo e Shqipërisë, kështu që fillimi nuk ka qenë edhe kaq i bukur sa është sot. Sigurisht. Por domethënë fjala tradicionale, mos harrojmë kur që në çdo epokë të botës dhe të historisë, e njëjta fjalë në çdo epokë ka ndruar kuptim edhe vlerën që ka. Domethënë për mua familja tradicionale është pikërisht kjo që kam, domethënë që sot kam marrëdhënie me mamin, me motrën, me mbesën time që më do, për jashtë domethënë çdo lloj paragjykimi Absolutisht. apo kutie që dikush do të fusi fjalën familje tradicionale. Edhe kam qenë e para që kam thënë gjithmonë që nuk e kemi, sikur ta kishim, domethënë me vërtet, domethënë paktën pjesa LGBTQ+, fuqinë të shkatronim diçka kaq të fortë sa familja tradicionale, në të njëjtin moment do kishim fuqinë të paktën të fitonim të drejtat tona që s'kemi. Kështu që është e çuditshme, kupton, na japin një titull, një fuqi që neve mund të shkatrojmë, por nuk mund të ndërtojmë. Pastaj është edhe shumë e çuditshme kjo gjëja sepse gjëja që mua më vjen në mendje automatikisht është që vet komuniteti queer, komuniteti LGBT vjen nga një familje tradicionale, domethënë vjen nga një familje me një nënë dhe një baba që ka për të ekzistuar gjithmonë do të ketë ekzistojë. Absolutisht. Domethënë më duket shumë absurde që ekziston domethënë ky miti që duhet të shkatrohet ky sistem që nuk ka për të ekzistuar, që nuk ka për të shkatruar në njerëz sepse është e pamundur të shkatrohet dhe do ishte idiotësi për ata që mendojnë që mund të shkatrohet. Nuk është, domethënë, as ta mendosh, është i frikshme dhe pikërisht i tham që parë, kur bëhen këto debate në Shqipëri, kush e di sepse emri im nuk i vjen kujt në mend të mos rrasi mua që të ballafaqohemi dhe të flasim domethënë si njerëz, për thrasin persona që domethënë s'kan mbaruar. E di pse nuk e bëjnë këtë Linda, do ta them unë mendimin tim se nuk e bëjnë, sepse ti je një person që je shumë e qartë me veten tënde, je shumë e sigurt në atë çfarë ndihesh, në të gjitha hapat që ke ndjekur në jetë, je mëndërisht stabil dhe si ta them unë, e ngurt. Okej, jo tani e kuptoj tani, ju lutem shumë, Anila, ku është Anila? Por e kam fjalën për ty si qenie, ty si Linda Rej. Dhe shpeshherë kjo gjë i frikson njerëzit. Domethënë i frikson njerëzit sepse ti mund t'ju përplasësh në sy të vërtetën dhe të vërtetën nuk e luan dot askush. Dhe këtë fake propagandë që po bëjnë, domethënë që të friksojnë ose të ngusin turmat kundra diçka që nuk ekziston, unë do të përgjigja ose do ta kisha fuqinë të thoja, jo, prit një sekond, faktet, veprat ku janë. Por ja që familja tradicionale domethënë është në thojza, jo se duam ose dua ta shkatroj, po është një ëndër. Ajo është e vërtet. Kupton që ta kemë dhe tradicionale në fjalën pikërisht domethënë komponentët, ashtu si janë, sepse s'ka gjë më të bukur, domethënë ku të di unë për shembull kur vjen e diela që mblidhet gjithë familja bashkë, edhe se gjatë javës shajnë e kështu, por është ai momenti domethënë ku kalon një ditë bashkë, ham, pim, qeshin dhe domethënë aty tregoj dashuria dhe tradicioni. Kjo është e mrekullueshme. Kjo qyteti është e mrekullueshme. Domethënë kjo është sinqerisht është e mrekullueshme. Kjo do ishte pjesa hot, neve u bëm emocional. Po pse edhe emocioni hot të bën se të fillon nga brenda dhe pastaj e di si shuhet, ja futit qaret mirë. Në të qarë. O, bo, jam. Kaloj ora 11, kështu që jemi. Lotët më janë tharë. Si është ajo kënga? Kur do jetë albumi i parë që do debutoj? Atëherë, unë kam vendosur
Ja, se thash se do ma pyes. Ha, se do ta domethënë pyes, se- lutem. tani, me Albumi vërtet- dhe zhanrin dua të di, zhanrin muzikor. Tani, përpara albumin, Ha. sepse e kemi vendosur domethënë datën e koncertit që është me 31 shkurt të 2026. 31 shkurt. Do ta bëjmë ke Sheshi Skënderbeu këtu në Tiranë dhe domethënë Po vdes, okej. po, domethënë dhe më ka produsuar si producente, domethënë Linda Rajq, hap mikrofon, bra. do ta them. Ah! Aha. Emri fillon me O Aha. dhe mbiemri me M, domethënë ajo do jetë producente e koncertit tim me 31 shkurt të 2026-s. 26. Okej, atëherë ju rikurtoj në 2026-ën shkurti me sa duket i brijej me 30 e ca ditë. Me 31, po. Me Do 31 filloj ditë. në orën 21:00 sonte. Sonte. E kuptova. Okej, shiko, unë sinqerisht kam bërë shumë qef që kam folur me ty sot që nuk është hera e Po, parë as mirë edhe tani e ke bërë fundit. qef, unë akoma s'kam bërë qef se po pres akoma pyetjet pikante dhe s'do t'i lejmë njerëzit me gojën e thakë. Tash ti kam përshtypjen pyetjet pikante do t'i bëjnë njerëzit në inbox kur të kthehesh në shtëpi. Kështu që për mua e di. Më zgënjave. Për mua do zgënjava. Për mua ka qenë kënaqësi. Që minon Anila, thrisin Anilën çfarë i kam bërë kësaj çupe në atë shtëpi. Hama ku ma lemo i se ma bëre Ta çort. dishti ku ta lash. Shumë faleminderit që ishe me mua. Është gjithmonë një kënaqësi të flas për ty tash. Ne e dim që flasim gjithmonë, bisedat tona zgjasin Kjo me ka qenë orë të biseda tëra. më e shkurtër që kemi Me pasur. shkurtër që absolutisht. Kështu që ne do të shohim pse jo edhe mundësinë që të bëjmë një podcast me Linda Rejt dhe aty pastaj ti themi gjërat e duke. Kështu që unë të falenderoj. Unë ju falenderoj akoma më shumë, domethënë për Mikpritje. çekun, pastaj për mikpritjen dhe domethënë për këtë mbrëmje kaq të këndshme si sonte. Ku jemi neve këtu? Në Paper FM. Në Paper FM. Faleminderit, në vërtet Të që falenderoj kënaqësi. Ndërkohë, ju e kujtojmë të gjithëve që çka referi kthehet javës tjetër, si gjithmonë ditën e mërkurje, ora 22:00 në Paper FM deri atëre. Na thoni nëse me vërtet do ju pëlqen ideja të një podcasti. Absolutisht. Linda Rejt dhe Vezires, dua të dim çfarë mendon publiku normalisht. Veç ne të dyja të flasim si A je sigur që doam të dim se çfarë mendon publiku? Po, unë dua, zemër se ka nevojë, domethënë për një çik hajgare dhe Shqipëria, se veç çka bëjnë këtu. Dakor, ja, thirrja u bë, dërgoni të gjitha ato mendimet tuaja në inbox në Shkevis poshtë rrëfe dhe ne do të dëgjohemi javës tjetër. Bye. Natën e